Vetëbesimi në vendin e punës dhe zhvillimi profesional është një prej temave të paktat që nuk e kemi prekur ende këtu në PR Zone. Një nivel i shëndetshëm vetëbesimi ndikon drejt për drejt në performancë, në komunikim dhe në vendimarrje. Megjithatë, zhvillimi profesional po krijon hapësirë për avancim të vazhdueshëm dhe adaptim në një treg pune gjithnjë në ndryshim e sipër. Për me folë për vetëbesimin në vendin e punës dhe për zhvillimin profesional e kemi Njomza Berberi, HR Team Lead nga Superviva. Përshëndetje dhe mirë se takohemi sot në PR Zone. Përshëndetje Fiona, mirë se u gjeta. Tregom sa është e rëndësishme për një kompani si e juaja me qenë pjesë e një samiti sikur Power to HR edhe çfarë vlerë sjell për juve konkretisht. Pjesëmarrja në samitin Power to HR është mjaft e rëndësishme për arsye se ju mundson kompanive të shkëmbejnë përvojat e tyre, njëkohësisht të mësojnë mbi praktika të ndryshme dhe gjithashtu mundson përditësimin e tregut, domethënë trendet e tregut në përgjithësi. Që për rritën po ndryshojnë vazhdimisht. Domethënë kjo është një mundësi shumë e mirë dhe normalisht që ndikon direkt në zhvillimin e kompanisë, por njëkohësisht të i përfshi edhe stafin. Pse është vetëbesimi i rëndësishëm në performancë, apo si ndikon në performancë edhe në zhvillimin ton profesional, në çfarëdo lloj profesioni që jemi? Mendoj që është shumë i rëndësishëm, për arsye se lidhet drejt për drejt me mënyrën se si komunikojmë, si marrim iniciativa dhe si përballemi me sfida të ndryshme. Ne shpesh e dimë që shumë njerëz kanë aftësi, mirë po hezitojnë të shprehin ato. Prandaj nëse atëherë kur ekziston vetëbesimi, normalisht që edhe zhvillimi i performancës do të jetë më i qëndrueshëm. Po nëse është pak i tepruar vetëbesimi, a ndikon, a ka efekt të kundërt pastaj? Nuk mendoj që mundem me pas, domethënë vetëbesim, sepse një profesionist nuk mund të ketë vetëbesim të pakontrollueshëm. Mirë po janë disa faktorë që mundin me ndiku negativisht për mos performancën apo mos vetëbesimin apo sjelljen e rezultateve ndoshta të dëshiruara. Pse është cilët faktorë në fakt ndikojnë në ndërtimin ose dëmtimin e vetëbesimit tek punonjësit? Po, faktorë të cilët të ndikojnë janë shumë e rëndësi, mbështetja, feedbacku konstruktiv, gjithashtu zhvillimi, profesional edhe krijimi i një ambienti ku punonjësit të ndihen të vlerësuar. Kjo është shumë e rëndësishme. Ndërsa si krijohet ky ambient konkretisht në rastin e juaj? Nga kultura organizative, sigurisht. Varet nga kultura organizative, e cila do të ndikon drejt për të drejti në zhvillimin edhe performancën e stafit. Faktorë të cilët domethënë nuk ndikojnë negativisht apo e stopojnë vetëbesimin janë pikërisht mungesa e komunikimit, mungesa e vlerësimit edhe frika nga gabimi. Kompania juaj në këtë rast çka ka bërë konkretisht për me ndihmu punonjësit të kenë vetëbesim më të madh edhe me i avancu profesionalisht? Sigurisht, pjesa e HR-it, nëse flasim domethënë për kontributin apo përgjegjësitë e HR-it, mund të themi me plot përgjegjësi që ndikon direkt në zhvillimin e punonjësve duke krijuar domethënë një ambient i cili stafin ndihet domethënë në nivelin e vlerësimit më të lartë, duke krijuar kushte mbi vlerësimin, monitorimin dhe zhvillimin. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse nëse një kompani realisht, nëse një kompani kontribon në komunikim, zhvillim dhe në iniciativë, sigurisht që edhe stafi do të jetë më i mbështetur, edhe vetëbesimi do të jetë më i lehtë të përballohet në çfarëdo lloj sfide që mund të ballafaqohen. Ju keni përvojë shumë gjatë në fushën e HR-it, mbi një dekadë përvojë keni dhe keni krijuar një ekspertizë personalisht. Si individ, tregon për ty çka ka funksionuar më së miri në zhvillimin e vetëbesimit? Të them të drejtën, eksperienca ime kryesisht profesionale, kryesisht ka të bëjë me një afat më të gjatë në sistemin bankar, ndërsa në pjesa e HR-it kam eksperiencë pak më të shkurtë, të cilën jam në zhvillim e sipër, mirë po më edhe sistemi bankar është një sfidë e madhe. Më kujtohet shumë mirë, nëse më lejohet me cek, më kujtohet shumë mirë gjatë përvojës time, më është deleguar, domethënë në sistemin bankar kur isha, më është deleguar një përgjegjësi që të menaxhoj një produkt të cilin e pranova,
të cilin e pranova mirë, po gjatë praktikës e vrejta që kemi hasim në një risk operacional. Prandaj mora iniciativë që ta diskutoja me menaxhmentin për shqyrtimin e përgjegjësisë. Kjo më mësoi që vetbesimi nuk vlen vetëm të pranosh përgjegjësinë, por të flasësh atëherë kur ke arsye. Shumë e mirë kjo. Tregom si mundet e gjarri me ndihmu punonjësit me u zhvillu pa e humbë besimin në vete. Përmes një rekrutimi të duhur, përmes trajnimeve, përmes zhvillimit, domethënë të kushteve për zhvillim, thash edhe më herët edhe krijimi një ambienti ku ata të ndihen të vlerësuar. Këto janë kryesoret sipas teje. Këto janë domethënë elementet të cilat mendoj që janë kryqe, të cilat i ndihmojnë secilin punon. Një shembull konkret, a mundesh me nda përveç kësaj që përmende ti personalisht në përvojën tënde kaqvjeçare, një shembull konkret kur këto iniciativa i kanë ndihmu një punonjës që të zhvillohet ose të shkojë përpara. Për momentin domethënë po më kujtohet kjo e cila ka qenë një përgjegjësi. Juve personalisht po. Po. Kjo ka qenë domethënë një përgjegjësi e cila më deleguar, mirë po gjatë është shumë e rëndësishme identifiku, domethënë që përgjegjësia të cilat delegohet jo gjithmonë është e duhura. Po. Edhe jo gjithmonë mund të performojë sipas standardit apo kërkesës, cilat domethënë na parashtrohet. Prandaj është mirë të identifikojmë edhe të kemi arsye mbi atë që e pranojmë. Edhe ndoshta e kisha ashtu këtu edhe faktin që të ketë hapësirë për shprehje të lirshme ose refuzim të një detyre të eshe se nuk është për ty ose nuk është e vetën që mundesh me përfundu një detyrë. Po, të jesh e lirë të thuash jo. Sigurisht, kjo domethënë respektivisht ka të bëjë me vetbesimin. Pa pasoja, ka të bëjë me vetbesimin, por bëhet edhe nga kultura organizative. Unë e thash, nëse më lejohet edhe një herë më potencu që çdo kompani domethënë cila e përkrah komunikimin, zhvillimin, iniciativat të ndryshme, pavarësisht marrja e përgjegjësisë apo delegimi i mos përgjegjësisë në të personat adekuat. Kjo nëse domethënë një kompani kultivon domethënë ose përkrah mbështet këto elemente, unë mendoj që zhvillimi profesional i çdo punonësi do të jetë më i suksesshëm, edhe më i qëndrueshëm. Tregon për fund një këshill për kompanitë dhe profesionistët. Përveç gjitha që i përmendëm, një përmbledhje kështu se çka do t'i këshilloje për t'i zhvilluar punonjësit. Kompanit kisha thonë që investoni në zhvillimin e njerëzve, sepse performanca varet nga besimi, aty fillon. Për profesionistët kisha thonë mos prisni që të ndiheni gjithmonë perfekt, por sepse vetbesimi ndërtohet duke vepruar, mësuar, njëkohësisht edhe reflektuar. Jomza, faleminderit shumë, ishte kënaqësi të të kem sot këtu. Faleminderit gjithashtu. Suksese juve. Gjithë mirë. Faleminderit.